Në sport përndohen dhe mashtrimit tjera, e përmendet ti punë e dopingu, domethënë, edhe punë e mashtrimit në peshë, mashtrimit në moshë, se janë do sporte dhe mund të caktuar me moshë, janë caktuar me peshë. Faktikisht kur mungojnë rregullat morale, që janë rregulla fetare, ku përmend më herët, atë fillon edhe edhe ka pas disa olimpiada me sa kam unë pak informat kështu, si më thon, jo profesionale, ka pas momente kur janë kap me doping, me injekcione që marrin, domethënë vitamine ose hormone që i japin aty fuqi më të madhe se që është normale. Këtu mund me përmend këto dopingët ndodhin shumica në lojrat olimpike verore, domethënë në vrapim 100 metra ku vrapon, unë mos ta gaboj, e mbaj mend një Ben Johnson, nuk e di tash Amerikan ka qenë, britanes nuk e di, ai 3-4 vjet me radhë ka qenë për 9 sekunda, më pak se 9 sekunda i kalon të 100 metre, domethënë në vrapim shpejt, në shpejtësi shumë i shpejt. Mirë po e kapën me këtë dopingun. A më tonë edhe të gjitha medaljet që i ka marrë 4 vjetëve ja anullu. E çka ka bëj? Kujt i ka bën keq? Fundit vetë që ka bën keq, edhe secili njeri që e ka lavdru ose e ka simpatizu, ka dalë ka thonë që se sporti nuk mundesh edhe sport edhe me rrenë brenda asaj që e quajmë sport. Por shembull ai futbolli, nëse i thon atij në mes që e lidh lojën, mes fushori. Po mes fushori. Apo qëllimi i sportit me mashtru, me e kalu. Domethënë, ai unë e di që kush është më i zoti, ai kalon. Mirë po, ne jemi duke folë për diçka që nuk e dim. Domethënë, sesa herë ka ndodhur në lojrat olimpike, po edhe në lojrat normale, si çdo shtet që i ka që e kanë përdorur dopingun, po edhe si vjet verës, domethënë një grua femër, nuk e di prej nga ishte, edhe u kap me doping edhe i anullun ata 2-3 medaljet që i murë. E thras muslimanët kudo që janë, secilën herë nëse mundohemi të bëjmë diçka me atë që e quajmë të ndaluar, domethënë ndoshta shkon 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet, ama një ditë ka me dalë në shesh.